Përshëndetje miq të televizionit Shpresa. Ndodhemi në studion e partisë Shpresa Demokrate. Unë jam Sonila Nukaj, moderatore. Do të jemi së bashku në këtë transmetim live. Sot në studio më është bashkuar Klajt Miraçi, kryetari i Tiranës në partisë Shpresa Demokrate. Përshëndetje, mirë se erdhët. Sonila, përshëndetje, mirë se të gjeta. Një prezantim shumë shkurt të tuaj. Unë jam Klajt Miraçi, jam kryetari intelektualëve për Tiranën i partisë Shpresa Demokrate. Dhe me zyrën që e kemi të re për momentin te zona 21 dhjetorit. Klajt, çfarë mund të na thoni për hapjen e zyrës intelektuale në zonën e 21 dhjetorit në datën 22 mars? Zyrat e 21 dhjetori u bë një nevojshmëri për shkak edhe të pyetjes së shumë njerëzve që na kontaktonin ku i keni zyrat në Tiranë. Ne kemi zyrat qendrore që janë në Sauk, por na pyesin edhe për zyrat në Tiranë. Dhe për këtë arsye bëm dhe hapjen e zyrave në Tiranë, ku e kemi quajtur zyra intelektuale për arsye sepse dojmë gjithë intelektualët që të jenë pjesë e qeverisë teknike dhe për shkak se gjithë intelektualët këto 32 vjet kanë qenë, si thuash, grupi më i shtypur ose grupi më i lënë pasdore lidhur me pjesëmarrjen në qeveri dhe lidhur me të gjithë të drejtat e tyre apo me gjithë angazhimet që ata duhet të kenë për ta bërë Shqipërinë një vend më të mirë dhe për të qenë pjesë e qeverisjes në gjitha drejtimet që duhen. Klajt, vendosët të hapin një zyrë të re në Tiranë, duke qenë se qendrore është në Sauk. Cila ishte arsyeja kryesore? Arsyeja kryesore është sepse ne po merremi me qeverinë teknike dhe për këtë arsye ne duam që në qeverinë teknike të bëhen pjesë gjithë intelektualët, si nga Shqipëria ashtu edhe nga jashtë Shqipërisë, dhe ata të kontribojnë me të gjithë idetë e tyre, me të gjithë pjesëmarrjen e tyre, me të gjithë angazhimin e tyre dhe me të gjithë këshillat e tyre që kanë gjithmonë. Ata na pyesin edhe janë shumë entuziast lidhur me kur do bëhet qeveria teknike dhe ne prandaj e kemi hapur zyrën që të informojmë gjatë gjithë kohës me atë që po bëhet dhe ata të vinë dhe të bëhen pjesë konkrete, përveç entuziazmit të tyre, të bëhen dhe pjesë konkrete e angazhimit të përditshëm lidhur me atë që ne po bëjmë si Partia Shpresa Demokrate. Çfarë pritshmërish keni ju për zyrën intelektuale të partisë Shpresa Demokrate? Pritshmëritë janë nga njerëzit realisht janë shumë të larta dhe entuziazmi i tyre është gjithmonë në pritje për gjithë angazhimin që ne po bëjmë edhe që profesori po bën me vite. Por që ky angazhim edhe ky entuziazëm të bëhet konkret, kjo është ajo që ne presim që tash që zyra është gati dhe është e hapur ata të vinë për ditë dhe të angazhohen për ditë me të gjitha pjesëmarrjen dhe me gjithë angazhimin që ne po bëjmë me informimin e njerëzve, me takimin e njerëzve, me detyrat që po japim dhe që njerëzit jenë sa më të qartë, sa më korrekt dhe ta kuptojnë realisht atë që ne po bëjmë. Ditën e hapjes së zyrës pam shumë të rinj. Çfarë mund ta thoni për këta të rinj që jetojnë jashtë dhe duan të kontribuojnë në Shqipëri? Në fakt të rinj që jetojnë jashtë na shkruajnë për ditë edhe realisht janë shumë me dëshirë edhe me pasion për të bërë pjesë e zyrës, po edhe e qeverisë teknike. Dhe gjithë kjo angazhim që ata duan të ofrojnë edhe me idetë e tyre që i kanë, që na i japin gjithmonë këshillat edhe na flasin gjithmonë për atë që ata duan që të bëhen, kemi vënë re që ata kanë dhe një dëshirë të madhe për të kthyer në vendin e tyre dhe kanë një dëshirë shumë të madhe për të qenë pjesë e vendit ku kanë lindur prindit e tyre, edhe pse ata disa prej tyre ose shumë prej tyre kanë lindur në vendet europiane, ata duan që të kthehen në Shqipëri dhe jetën e tyre ta ndërtojmë në Shqipëri. Dhe kjo është një nga qëllimet tona kryesore, që shqiptarët të kthehen dhe të kenë mundësi të jetojnë realisht me dinjitet, me nder dhe të kenë një mundësi që ta ndërtojnë jetën në vendin e tyre. Ju jeni çdo ditë në kontakt me qytetarët. Çfarë kërkojnë ata nga Partia Shpresa Demokrate? Qytetarët në presin me pa durim lidhur me qeverinë teknike. Kjo është kryesorja që ata na pyesin gjithmonë. Kjo është ajo që ata kërkojnë, domethënë edhe kanë me shumë ngulm.
por që pritshmëritë e tyre janë që e para ky sistem politik që është deri sot të ndryshojë, sepse edhe ata e ndjejnë që një negativitet edhe një si them e keqe e madhe është bërë pjesë e shtetit ton, është bërë pjesë e përditshmërisë tonë, edhe ata e kanë këtë ndjenjën e mbrengës, e kanë shumë të madhe dhe duan që ta largojnë këtë negativitet që ka pushtuar shtetin, po edhe shoqërinë tonë. Dhe kjo është një nga kërkesat e tyre më konkrete, që kur do ikin këta lloj politikanësh që e kanë zaptuar vendin ton 32 vjet, këtë kanë kërkesën më të madhe, dhe që edhe pse ne po mbjetojmë këto 32 vjet ton, të paktën të fillojmë të jetojmë realisht dhe të punojmë me ndershmëri në vendin ton. Kjo janë kryesorët që ata na flasin. Jo aktualisht keni zyra në Sauk dhe zyra e re që është hapur në zonën e 21 dhjetorit në Tiranë. Po në qytetet e tjera si do procedoni? Momentalisht është zyra që po hapet në Durrës, në Korçë edhe në Tepelen. Por shumë shpejt në gjithë Shqipërinë do hapen zyrat intelektuale që ne i quajmë të Partisë Shpresa Demokrate, dhe gjithë njerëzit në gjithë Shqipërinë të kenë mundësi që të antarësohen, të kenë mundësi që të vinë të shprehin idetë e tyre, shqetësimet e tyre dhe të flasin për çdo paqartësi që kanë për atë që ne po bëjmë. Një pyetje të fundit, çfarë premton Partia Shpresa Demokrate për qytetarët shqiptar? Partia Shpresa Demokrate, kryesorja që premton është që zgjedhja nuk do ketë, por do bëhet qeveria teknike. Kjo është kryesorja. Dhe ajo që ne premtojmë është që ne si të rinj, se mund duket si shablon kjo pjesa e ndershmërisë, por realisht të ndershëm dhe njerëz që unë personalisht që nuk jam përlyer me asnjë parti politike ose me asnjë si thuash manipulim që është bërë këto 32 vite, do marrin përgjegjësitë plota dhe në detyrat që do marrin përsipër, dhe në pjesën konkrete të qeverisë teknike, që kjo gjë që po bëhet, të bëhet një herë mirë dhe shqiptarët realisht ta shijojnë vendin e tyre dhe ta ndjejnë që po jetojnë në vendin e tyre. Leti, të falenderoj shumë për bisedën. Shumë faleminderit dhe juve. Bashkë do të ndajemi këtu, ritakojmë sërish në orën 6 me profesor Pullum Pilinçi.